shumë organike, do thoshe. Për shembull, shikon në Meksik dhe aty në rrugës si thash, po dhe në vende të tjera, ndërtesat fare të vogla, të fshehura në pyll. Dhe kur kalon ato rrugët e ngushta që bën ata në këto rizorte, shikon makinat elektrike lëvizin pa zhurmë fare. Ka kafshët që lëvizin nëpër pyll, apo zoj që ndërtojnë ato folet, ka pelikan, ka flamingo, krijojnë disa vende të caktuara për ato. Si thuash, ne njeriu ne jemi zgjatimi natyrës në vetvete dhe kjo është pikërisht destinacioni. Ne të përfshim gjithë natyrën dhe ata turistët cilësor pikërisht këto lloj investimesh kërkojnë dhe ne duhet ta ngrem, duhet të sjellim turistë që argjojnë shumë para në Shqipëri. Unë kam pas rastin të vi para një viti mos gaboj dhe duke ikur nga Tirana për në Dërmi, ndaluam aty në lushnjët e Pilo Lalës. Shikonim gjithë turistët, nëse mund t'i quajmë turista, blinin në byrek dhe dhallë aty. Si thon, asnjë gjë kundër këtyre turistëve, por Shqipëria mendoj me atë Bregdet që ka, që është nga më të, siç e quajmë dhe ne, Maldive dhe Ballkanit, ne mund të sjellim turizëm elitar në Shqipëri dhe si thuaç dhe ky lloj turizmi dhe këta lloj turista që do vinë elitar, do shërbejnë edhe për transformimin e shoqërisë tonë përgjithësi. Ne duhet të mësojmë nga ata. Zoti Nadi, ju tha që shqiptarët kur dalin jashtë janë më, për ta thënë më kështu, më open mind, duke parë edhe domethënë edhe përfitimit të mirave, zhvillimi e tjera, por si shpjegohet që edhe shqiptarë që janë jashtë rrojeve tona, kemi parë protesta në shumë vende në Europë, por edhe në Shtetet e Bashkuara. Po këtë si shpjegoni? Protestat e kujt në kënë fjalë? Protestat të shqiptarëve mërgata jashtë. Po. Tani e vërtetë është këtu në Chicago ku bana jon ka pas disa protesta. Pra, këta nuk e kanë kuptuar këtë që po ndodh apo janë dhe këta kundër? Unë kam përshtypjen se kam folur me shumë njerëz këtu dhe mendimet janë të ndryshme në fakt. Ka pas protesta, por ka dhe njerëz që janë kundër protestave. Sidoqoftë edhe protestat janë pozitive, tregon një mbështetje për një revolucion që ne duhet ta mbështesim sa më shumë, nuk është se kjo protestë është një zhvillim shumë pozitiv në shoqërinë shqiptare. Problemi është sepse ne kufizohemi, edhe shqiptarët dhe shqiptarët, ne kufizohemi, si thua, ne veprojmë nga emocioni. Ne veprojmë thjesht kur arrin situata shumë e keqe. Dhe nuk e kemi atë aftësi që t'i ndalojmë këtë procese, sepse revolucioni duhet ndodhi çdo ditë, çdo moment. Kur shikon një padrejtësi në një zyrë, në një institucion, duhet të revoltojmë. Dhe jo të presim një moment të shpërthejmë. Po ky revolucion me këto shpërthime nuk e di se ku do na çojë pa atë platformën e domosdoshme, pa një shpjegim të qartë se ku duhet vej Shqipëria. Tani pyetja është çfarë ndodh me Titanikun, sikur thoni ju, se për kryeministrin ju thoni është generali i ushtrisë së fasadave, po. Sipas djasave këtë lumë e kalon apo nëse s'ka platformë nga krau tjetër, pra për të vazhduar idenë? Unë mendoj se ne duhet të përfitojmë dhe nga eksperienca serbe. Në qoftë se nuk ka platformë, dhe në qoftë se nuk u bën të qartë njerëzve që ky është një revolucion ndryshe, është një revolucion perëndimor i tipit evropian, unë kam përshtypjen se do dështojmë. Dhe kur flas për Ram generali fasadave, unë mendoj që ai e nisi mirë ndryshimin e Shqipërisë, por arriti pikërisht në atë problem që është si kanceri i shoqërisë shqiptare, që Partia Socialiste është Edi Rama, ashtu si Partia Demokratike është Sali Berisha. Me një fjalë, problemi këtu është që ne ngatrojmë institucionet me individin. Individi mund të rrisë sot, të ikin nesër. Institucionet janë ato të qëndrueshme që vënë korniza të qarta për rolin dhe për kompetencat drejtuese të individit. Zoti Nadi, po këto deklaratat e fundit ndoshta që Tirana zyrtare, pra kryeministri ishe si ndërhyrje nga shqiptarët në Tetov, në Prishtinë, ka eksponente është Albin Kurti pas. Ka pas herë tjera tentativat e Kurtit me vetëvendosjen në Tiranë, që ishte partia politike, në Maqedoni e dim ndikimin e tij tek Gleni.
Pra, të dyja kanë vështrimet, edhe të PS-s që thotë që kanë ndërhyrje duke sjellë njerëz me autobus andej, por edhe faktin që edhe tentativat me parë të Kurtit, por edhe tani në Maqedoni, pra kemi një betejë kush do jetë babai i kombit. Natyrisht këto probleme ekzistojnë edhe... A kanë të drejtë pra ata që të vinë për protestuar këtu? Nuk e di, po më shumë duhet ndaloj te ky fakt. Ata kanë të drejtë sepse jemi shqiptarë në fundit edhe nuk ka asgjë të keqe të shprehin dhe ata mendimin e tyre. Problemi është që Rama në këtë rast nuk duhet ta shikojë armikun nga jashtë. Ai në radhë të parë duhet të reflektojë pse kjo masë e madhe njerëzit po proteston në shesh. Dhe ai do të shpërnguli vëmendjen dhe mos t'i kapi problemet seriozisht, që këto probleme në fakt janë krijuar nga mënyra se si ai drejton Partinë Socialiste, si drejton shtetin shqiptar. Dhe ky është kanceri i shoqërisë shqiptare. Me fjalë, duhet bërë i qartë që roli individit duhet të jetë brenda institucioneve dhe jashtë tij. Njeriu është i njëjtë në të gjithë botën. Njeriu është qenie pasionante dhe asnjëherë racionale. Dhe duke qenë qenie pasionante, prandaj bota perëndimi e ka kuptuar këtë fakt dhe ka vendosur institucionet dhe rregullat. Dhe asnjëri nuk e ka fuqinë absolute. Kjo është, mendoj unë, problemi kryesor i shoqërisë shqiptare. Por tek ajo që thatë që kanë të drejtë për të protestuar edhe shqiptarët nga Kosova, nga trevat, ne i kemi edhe në preambull në kushtetut për të mbrojtur të drejtat e tyre jashtë të trojeve për ngritur zërin, por ka nga ata që mendojnë po sikur për shkak të krizës politike në Kosovë që është e zgjatur, tani të ngrihen disa nga Shqipëria, të shkojnë atje të protestojnë. Nuk edhe unë si jam shumë i qartë në çfarë rregullash ka Shqipëria në të tilla raste, që në rast se ka një problem në Shqipëri, ata mund të vinë të protestojnë, apo anasjellët nëse ata kanë një problem, ne kemi drejtë të protestojmë. Si thuash, ne jemi dy shtete, po jemi një komb. Dhe nuk janë të qarta këto lloj lëvizjesh apo protestash të këtyre grupeve të caktuara. Mendoj se lëvizja vetëvendosja, unë kam përshtypjen, është pak shumë e majtë, deri diku marksiste. Dhe kjo, mendoj unë, e rëndon pak problemin e protestit në Shqipëri. Zoti Nati, kam edhe diçka të fundit për ta mbyllur, ne besoj qofse ju do e mirë mundësinë për të folur edhe në të ardhmen, për të bërë një analizë edhe më të ftohtë të gjithë kësaj që tani duket sikur është në udhkryq, por do ishte humbje më e madhe nëse do humbim investimin apo do humbte gjithë ky lum në bulevard. Protesta. Mendoj se protesta është gjë kryesore. Pikërisht mënyra si trajtojmë protestës ka të bëjë me të ardhmen e gjithë e Shqipërisë, të kombit ton dhe të efektit që mund të kenë ato dhe në shqiptarët e Maqedonisë dhe shqiptarët e... Pra do ketë efekt zinxhir në Ballkan. Po patjetër, të paktën në hapësirën shqiptare do ketë efekt. Dhe po siç thash, ka një moment që do mbasi ata kanë frikë se do ndodhi që do harrohet si proteste dhe do jetë një dështim i madh, një rast i humbur. Ka një moment që do të dalim me një program të qartë. Duhet të nxjerrë një grup pune dhe të kenë një program pro-perëndimor. Ndryshe ne do jemi destinuar të ecim shumë ngadalë. Natyrisht ne duam si vend të investimin të tillë, një investim të tillë perëndimor. Siç ju shpjegova edhe që parë, do krijojë një standard të ri për gjithë bregdetin shqiptar. Me fjalë, nuk do ndërtohen me ato betonizimit, plerat në rrugë, apo shezlonët që siç vjen të krahasueshme me dhomën e hotelit, por do të krijojë një standard të ri dhe ky standard do të shërbejë si baza e investimeve të ardhshme. Si të thuash, Shqipëria të paktën në dukje dhe për këto edhe investimesh do ketë një shans që të fusin një këmbë në Europë dhe në perëndim, mendoj unë. Shqipëria të fakt, mua kam pas rastin ka vajtur shpesh në Jamaica apo në Meksik,
çmimet janë më të lira andej se sa të vish në Shqipëri dhe kushtet janë kuptohet shumë herë më të mira andej. Dhe ky është problemi, mendojnë të shoqëria shqiptare, që duhet sjellëm sa më shumë konkurrencë i investime perëndimore. Të lutem edhe diçka, ndonjë dorë të huaj shikoni vërdall apo përveç mes shqiptarëve? Dorë të huaj mendoj që është një rivalitet tani, shkruan një rivalitet i dukshëm midis Amerikës edhe Europës. Unë mendoj që këtu në Amerikë në fakt e quajnë shtetet welfare, i thonë këta, me fjalë, kur thonë welfare, thonë që shteti ndërhyn shumë te mirëqenie, te ekonomia e familjeve në Europë. Ndërsa në Amerikë individi, familje janë çik më të pavarur. Si thuash, i kanë të ndara e bëjnë personin më të përgjegjshëm. Fjala vjen këtu ku jemi ne. Ne paguajmë taksat në atë qytet që jemi. Kjo na bën të jemi më të përgjegjshëm dhe të kërkojmë llogari e atyre bashkisë së qytetit, sepse ata marrin taksat tona dhe vjen direkt aty, vjen për shkollat tona, për pastrimin. Kjo na bën më të interesuar, apo për shërbimin shëndetësor. Ne paguajmë vetë insurancën tonë dhe kjo, si thosh, e bën më të prekshme individin që të jetë më i përgjegjshëm dhe të marrë më shumë iniciativë për ta kundërshtuar apo për ta pranuar atë lloj çmimi, atë lloj shërbimi. Në Europë thjesht shteti merr një taksë të përgjithshme nga rroga dhe nga shitjet e artikujve të ushqimit apo të tjera, dhe ai qytetari e humbet çik përgjegjësinë, mendoj unë. Edhe kjo kolegji apo universiteti, si mund ta quash, ne paguajmë me paratë tona. Dhe kjo e bën, si thua, më të prekshëm qytetarin për hallet e përditshme. Si thua, ne jemi pjesë e qeverisjes së madhe. Dhe duke ndier atë efektin e madh çdo ditë te ana ekonomike e familjes, atëherë mendoj unë qytetari bëhet më i përgjegjshëm. Siç thatë dhe juve tani, unë shikoj një tendencë aty që Shqipëria është çik ose protestohet më shumë kundra Trumpit për Europës. Unë mendoj që Amerika ka sistemin më të drejtë se sa Europa. Funksionon më mirë që qytetari të jetë më i përgjegjshëm, më i përfshirë në menaxhimin e parave të tij. Po e mbyllim atë që thotë edhe Rama, që duket sikur jemi bërë shesh betejë e debateve edhe jashtë këtu. Bravo, kjo është e vërtetë, kjo është e vërtetë, mendoj. Ne duhet unë mendoj që ne vërtet jemi pjesë e Europës, por nuk do të thotë se nuk do të kemi një sy të hapur dhe nga Amerika, se në fundit Europa, sidomos në ditët e sotshme, varet shumë nga Amerika, nga politikat e saj globale, dhe shpesh bëhet xheloze sepse Amerika zhvendos problemet nga Europa i kalon në lindjen e mesme, po Amerika në fundit, mendoj unë, ashtu si çdo shtet, ashtu si çdo individ, përgjegjësinë kryesore e kanë ndaj qytetarëve të saj. Pavarësisht se Europa dhe Amerika janë pjesë e një civilizimi perëndimor, por kjo s'do të thotë se s'kan problemet e tyre të brendshme. Zoti Nati, të falenderoj për bisedën dhe mendimet që ju ndat me publikun tonë. Faleminderit juve.